Sot, pra, Esteri kapitulli 1. Mund të gjeni në djatën e vjetën nëse keni libër me vete, pak para librit Job, pak para librit të psalmeve, pra pak a shumë në mes të Biblës. Si e qofte kemi edhe në ekran. Për të lexuar? Esteri kapitulli 1. Në kohën e Asueros, ai Asueroja që mbretëronte nga India deri në Etiopi, mbi 127 kalina. Në atë kohë, kur mbreti Asuero rrinte në pronin e mbretërisë së vet, që ishte në kështjellën e Suzas, në vitin e 3 të mbretërimit të tij, shtroi një banket për të gjithë princat dhe shërbëtorët e tij, komandantët e ushtrisë së Persisë dhe të Medisë. Isnikët dhe princat e kahinave u mblodhën para tij. Atëherë ai tregoi pasuritë dhe lavdinë e mbretërisë së tij, madhështinë dhe përsinë e saj për shumë ditë, 180 ditë. Pasi kaluan këto ditë, mbreti shtroi një banket tjetër për 7 ditësh, në oborrin e kopshtit të pallatit mbretëror, për tërë popullin që ndodhej në kështjellën e Suzas, nga më i madhi deri te më i vogël. Kishte çadër të bardha dhe ngjyrvjollës, që vareshin me kordon të kuq në onaza prej argjendi dhe në shtylla prej mermeri. Kishte divan prej ari dhe prej argjendi, mbi një dysheme prej mermerit të kuq dhe të bardhë, prej sedefi dhe alabastri. Jepi për të pirë në enari, njëra e ndryshme nga tjetra dhe kishte verë mbretërore me shumicë për hir të bujarisë së mbretit. Në bazë të ligjit, askush nuk ishte i detyruar të pinte. Në fakt, mbreti kishte urdhëruar tërë funksionarët e shtëpisë së tij të shërbenin secilit atë që dëshironte. Edhe mbretëresha Vashti shtroi një banket për gratë në pallatin e mbretit Asuero. Ditën e 7, kur zemra e mbretit ishte e gëzuar për shkak të verës, ai urdhëroi Mehumanin, Bizathin, Ardonan, Bigthan, Abagthan, Zetharin dhe Karkasin, të 7 eunukët që shërbenin në paninë të mbretit Asuero, të sillnin para mbretit mbretëreshën Vashti me kurorën mbretërore, për t'i treguar popullit dhe princave bukurinë e saj. Në të vërtetë ajo kishte një pamje të hishme. Por mbretëresha Vashti nuk pranoi të vinte sipas urdhrit të mbretit që u njoftua me anë të eunukëve. Mbreti u pezmatua shumë dhe zemërimi u ndes për brenda tij. Atëherë mbreti pyeti dietarët që njihnin korët. Kjo ishte në fakt mënyra e veprimit të mbretit me gjithë ata që njihnin ligjin e drejtsinë. Më të afërt për të ishin Karshena, Shithari, Atmatha, Tarshishi, Meresi, Marsena dhe Memukani, 7 princat të Persisë dhe të Medisë, që pranoheshin të rrinin para mbretit dhe zinin postet e mpara në mbretëri. Sipas ligjit, çfarë duhet t'i bëhet mbretëreshës Vashti, që nuk zbatoi urdhrin e mbretit Asuero që ju transmetua me anë të eunukëve. Memukani u përgjigj para mbretit dhe princave. Mbretëresha Vashti nuk ka vepruar drejt vetëm ndaj mbretit, por edhe ndaj gjithë princave dhe tërë popujve që janë në të gjitha krainat e mbretit Asuero. Sjellja e mbretëreshës do të merret vesh nga të gjitha gratë që do të nxiten të përshmojnë burrat e tyre dhe të thonë: mbreti Asuero kishte urdhëruar që të sillnin para tij mbretëreshën Vashti, por ajo nuk vajte. Madje që sot princeshët e Persisë dhe të Medisë që e kanë marrë vesh sjelljen e mbretëreshës, do të flasin gjithë princave të mbretit dhe nga kjo do të lindë shumë përçmim dhe zemrim. Në qoftë se mbretit i duket me vend, le të nxjerrë ai një urdhëresë mbretërore, që të përfshihet në ligjet e Persisë dhe të Medisë dhe të jetë e parevokueshme, në bazë të së cilës Vashti të mos dalë më në paninë të mbretit Asuero. Mbreti t'i jap pastaj pozitën e saj mbretërore një tjetre më të mirë se ajo. Kur urdhëresa e nxjerrë nga mbreti të njoftohet në tërë mbretërinë e vet, që është e gjerë, tërë gratë do të nderojnë bashkëshortët e tyre, nga më i madhi deri te më i vogël. Ky propozim i pëlqeu mbretit dhe princave, dhe mbreti bëri ashtu si kishte thënë Memukani.
dërgoi letra në të gjithë krahinat e mbretërisë. Çdo krahine sipas shkrimit të vet dhe çdo populli sipas gjuhës së vet. Në mënyrë që çdo burr të ishte zot në shtëpinë e vet dhe të fliste gjuhën e popullit të vet. Esteri kapitulli 1. Kena thot për mbretin Asuero, apo për historin që i paraprin Mardokeut dhe Esterit, sepse ata janë dy figura kryesore në këtë libër, Mardokeu dhe Esteri, grua apo Estera. Ne lexojmë përsëri vargjet 1 deri 5, pastaj 10 deri 12 si vargje kryesore. Vargu 1. Në kohën e Asueros, ai Asueroja që mbretëronte nga India deri në Etiopi mbi 127 kahina, në atë kohë kur mbreti Asuero rrinte në fronin e mbretërisë së vet, që ishte në kështjellën e Suzas, në vitin e 3 të mbretërimit të tij, shtroi një banket për të gjithë princat dhe shërbëtorët e tij, komandantët e ushtrisë së Persisë dhe të Midis, fisnikët dhe princat e kahinave u mblodhen para tij. Atëherë ai tregoi pasurinë dhe lavdinë e mbretërisë së tij, madhështinë dhe epërsinë e saj për shumë vit, 180 ditë. Pasi kaluan këto ditë, mbreti shtroi një banket tjetër për 7 vitësh në oborin e kopshtit të palatit mbretëror për të popullin që ndodhi në kështjellën e Suzas, nga më i madhi deri tek më i vogli. Edhe pastaj vargjet 10 deri 12. Ditën e 7, kur zemra e mbretit ishte e gëzuar për shkak të verës, ai u urdhëroi me Humanin dhe disa të tjerë të sillnin para mbretit mbretëreshën Vashti me kurorë mbretërore për të treguar popullit dhe princave bukurinë e saj. Në të vërtetë ajo kishte një pamje të hijshme. Por mbretëresha Vashti nuk pranoi të vinte sipas urdhrit të mbretit, që u njoftua me anë të eunuqëve. Mbreti u pezmatua shumë dhe zemërimi u ndes për brenda atij deri këtu. Ne shohim 3 gjëra rreth mbretit Asueros. Ne shohim frymën e mbretit, në kohën e Asueros, pastaj shohim pushtetin e mbretit, ai Asueroja që mbretëronte nga India, etc. Pushteti i mbretit, edhe së treti bashkëshortën e mbretit. Shohim frymën, pushtetin, bashkëshortën e mbretit Asuero. Libri i Esterit nuk predikohet shumë. Edhe ka disa karakteristika të veçanta në dallim me libra të tjerë biblike. Po ka një mesazh shumë të qartë. Libri i Esterit tregon rrëzimin e kundërshtarëve të Perëndisë dhe përkujdesjen e Perëndisë për popullin e tij në Persi. Kështu që në fund të librit, judejt në Persi edhe Perëndia atyre duken si yje në mes të mbretërisë persiane. E fjala yje në greqisht është aster. Ester. Edhe ndërhyrja e Perëndisë në një situatë shumë të rrezikshme për popullin e tij, kishte si rezultat një fest të re për Izraelin, që quhet Festa Purim, që akoma Izraeli i sotëm feston
gjatë muajve shkurt, mars apo prill. Kapitulli 1 fillon me në kohën e Asuerës. Flasim për një kohë afërsisht 5 shekuj para lindjes së Krishtit. Në saktësi në vitin 483 para lindjes së Krishtit. Kishte një bret në Persi me emër sipas Biblës tonë Asuero. Më saktë do të ishte Ahashverosh. I njohur në botime politike sipas shqiptimit grek, Xerxes. Ai ka jetuar nga viti 486 deri 465 para Krishtit, do të thënë 21 vjeç ka qenë breti i madh i popullit pers. Në ditët e tij ndodhin këto gjëra. Ditët, thot Bibla, për të na kujtuar që Perëndia nuk llogarit me vite të një mbreti, si që bën ne historiograf, po Perëndia ka matur ditët e tij sepse ai është një person i vogël në krahasim me pushtetin e Perëndisë. Ai që mbret i një popull të dyfisht, Persi dhe Medi, një mbretëri hibride, mund të themi, me Iranin e sotëm. Edhe akoma Iranët janë shumë krenar me pasardhjen e tyre nga mbretëria persiane. Dhe faktikisht akoma përdorin emrin Pers apo persiane për të përshkruar popullin e tyre dhe mbretërinë e tyre që ne tani njohim si Iran. Ajo mbretëri filloi në ditën e mbretërisë babilonase. Edhe faktikisht ka zëvendësuar mbretërinë babilonase, që e njohim sepse Babilonia ka quar Judën në kohën e Jeremias në mërgim. Ajo mbretëri shumë e fuqishme në Nebukadnezarin, ajo mbretëri shumë e fuqishme, Babilonia, u rrëzua nga mbretëria persiane. Mund ta lexosh tek Danieli kapitulli 5. Edhe thash, ajo mbretëri persiane ishte një mbretëri hibride, në kuptim që ishte Media plus Persia. Media ishte një komb të vogël në veri të Iranit të sotëm, në për malet, si në Alpet e Shqipërisë, mund të themi, një popull shumë i fuqishëm si karakter, vërtet burr. Media, si populli vjetër, kishte një kulturë, një filosofi shumë e vjetër. Ata u zgjeruan vendin e tyre në ditët e Nebukadnezarit, edhe kur një mbret të Medis martohej me mbretëreshen që ishte prej popullit persian pak më në jug, domethënë në mes të Iranit të sotëm, ata dy popull u bashkuan sipas martesës mbretërore. Edhe u bë një komb. Media bashkuar me Persi. Edhe nga Media kishin marrë filosofinë, kulturën, karakter, ndërsa nga Persia kishin marrë fuqi ushtarake. Edhe kështu, ai komb i kombinuar u bë shumë i fuqishëm, edhe shumë i zgjuar. Edhe në fund kanë zaptuar Babilonin edhe gjithë mbretërinë Babilonas.
ai mbret I parë nga mbretëria persiane e njohim në Bibël si mbreti Kir. A keni dëgjuar për mbretin Kir? Mund të lexosh tek Isaia kapitulli 44-45, sepse ai merr shumë der prej gojës së Zotit, sepse ai ishte mbreti që lejoi Judën pas mërgimit të kthehej në Jeruzalem. Edhe prandaj, në fjalën e Perëndis, ai Kir përshkruhet si bari I popullit të Judës. Si një person I vajosur prej frymës së Perëndis për të shpëtuar popullin e Izraelit. Tani duket që Bibla shqyrton ato mbretëri, jo sipas fuqisë së tyre, politikës së tyre, por sipas atitudës së tyre ndaj popullit të bekuar të Perëndis. Edhe ai Kir, mbreti I parë persian, ai u përlëvdua në Bibël për arsyen që ai lejoi Judën të kthehej në vendin e tyre. Gjithashtu, Danieli flet për këtë mbret, edhe për këtë mbretëri, në mënyrë që është shumë interesante e pak delikate ndoshta. Ndoshta e dini që në Danielin kapitulli 2 që kemi lexuar përpara, ka një vegim nga ana e mbretit Nebukadnezar, që tregon një figurë, një imazh shumë I lartë, shumë I madh. Edhe koka e imazhit ishte plotësisht nga ari, që përfaqësoi mbretin Nebukadnezar vetë. Nën kokën kishte kraharorin dhe krahët prej argjend, jo ari, por argjend. Edhe ato janë dy pjesë të trupit dhe gjoksi apo kraharori tregon media që ka frymën, edhe krahët argjendi përfaqësojnë Persia që tregojnë fuqi. Pra gjoksi plus krahët përfaqësojnë mbretërinë persiane prej argjendi. Në kapitullin 7, Danieli përsëri ka një seri vegimesh, edhe një prej tyre, I dyti përsëri, tregon për një ari që ha shumë mish. Edhe ai ari, shpjegohet në të kapitullit, është përsëri mbretëria persiane. Pra një mbretëri argjendi me gjoks dhe krah që ha shumë mish. Që kupton që mbreti persian do të jetë shumë I fuqishëm. Edhe do të hajë shumë popull të tjerë me forcën politike. Edhe në Danielin 10 ka diçka që është më e fshehur ndoshta edhe më interesante, sepse në Danielin 10 luftohet për një luftë frymërore. Edhe flitet për disa princa, që nuk janë princa njerëzore, por princa frymëror. Edhe thuhet tek vargu 13 që princi I mbretërisë së Persis më kundërshtoi 21 ditë, por ja Mikaeli, një nga princat e parë, më jeri në ndihmë, sepse kisha mbetur atje me mbretin e Persis. Edhe pak më poshtë flitet përsëri për princin e Persis, kundër së cilit luftoi princi Mikael. Edhe pas princit të Persis, do të vinte princi I Javanit, që është Greqia. Por unë do të bëj të njohur, tha engjëli I Danielit, që është shkruar në librin e së vërtetës, në planin e Perëndis,
nuk ka njëri që të sillet terrorisht në muar kundër tyre përveç Mikaelit, princit tuaj. Kjo ndoshta duket shumë e çuditshme. Çfarë tregon kjo? Mbrapa luftave politike, shtetërore, siç duken në këtë botë, në mënyrë fizike, ushtarake, ka lart në qell fuqi jo fizike, po frymërore, të mira pak, të këqija shumë. Edhe duket këtu që çdo popull, çdo komb, ka një prins aty lart në qell që e përfaqëson. Edhe ata princat të popujve bajnë një luftë frymërore me njëri tjetrin, që në këtë tokë duket si një luftë ushtarake mes popujve. Edhe këtu flitet për princin persian, për princin e grekëve, edhe për princin Mikael, i cili përfaqëson popullin Izrael. Pra ne duhet të kuptojmë që mbrapa kombeve dhe luftrave të tyre ka një konflikt të madh frymëror. Prandaj Pali tek Efesianët 6 për shembull flet për fuqi frymërore që luftojnë kundër Perëndis. Edhe ai cilat janë ato fuqi, ato janë demonë. Engjëj të rëmë kundërshtar të Perëndis. Ata përfaqësojnë kombet pagane dhe luftojnë me njëri tjetrin, edhe në veçanti luftojnë kundër Izraelit, popullit të Perëndis. Para nëse flitet për një konflikt midis princit të Persis dhe princit të Izraelit Mikael, engjëli jo i rënë, por i qëndrueshëm, atëherë kupton që ka patur një luftë frymërore lart, në të cilin dukej sikur princi i persian fitoi, sepse për 21 ditë princi i Izraelit nuk kishte fuqi për të kapërcyer princin e Persis, por në pas, ndihmuar nga Perëndia, princi Mikael fitonte mbi princin e Persis. Kjo kupton që ka patur një luftë mbi sferën tonë, një sferë frymërore, edhe në qendër është lufta mes popujve dhe popullit të Perëndis. Për nga realitete që shumë rarë duken, por në librin e Danielit duken. Edhe Danieli në veçanti për fuqinë që ekzistojnë në ditët e tij. Persi, sepse Danieli, që vuri vjetër i moshuar në momentin që ai gjeti që premtimi i Jeremias që plotësuar që populli i Judës të kthehej në Jeruzalem pas 70 vitesh në mërgim. Ai Daniel akoma ka parë këto fegime dhe vizione dhe ëndra, i ka shpjeguar, pastaj ai ka vdekur. Por pas atij u ngrit perandoria persiane, edhe mori fuqi, edhe tani çështja është si do sillet kombi persian, fuqia persiane me popullin e Izraelit. Pra, ai mbreti i parë Kir, ai ka lejuar popullin e Izraelit e Judës të ktheheshin në Jeruzalem. Po kishte edhe një mbetje të popullit që nuk u kthyen, edhe rinin në Persi. Dhe si do të silej Persia me mbetjen e popullit të Judës të Izraelit aty. Kjo është çështja. Si do sillet vërtëria persiane me njerëzit e Perëndis.
në popullin e Perëndis në mes të tyre. Dhe kjo është aktualitet, edhe sot. Si do sillet bota me popullin Izrael? Ajo luftë që është shpërthyer tani, ka një aspekt frymëror. Edhe si do sillet bota me kishin e Krishtit. Edhe lufta që kisha përjeton, qoftë këtu, qoftë në Kore, qoftë në Sudan, është një luftë që ka një aspekt frymëror. Edhe ne shikojmë që ka një luftim princash kundrejt popullit të Perëndis, Izraelit, kishës, po ka edhe engjëj të qëndrueshëm besnik në drejtim të Mikaelit që mbrojnë popullin e Perëndis dhe i shërbejnë. Ky është realitet edhe sot. Prandaj, brapa Asueros ka një frymë të keqe që lufton kundër mbetjes së popullit të Perëndis në Persi. Edhe do na shohim që kapitull që vijojnë që vërtet është shpërthyer një luftë të ashpër kundër mbetjes së popullit të Zotit në Persi. Kthehemi tek mbreti Asuero. Fryma e tij lart në qell, në një mes qelit dhe tokës, ajo fryma e tij ishte shumë e fuqishme. Shumë e fuqishme. Prandaj, mbreti Asueros kishte sunduar mbi shumë kombe të tjera. Ne lexojmë që është ai Asueroja, vargu 1, që mbretëronte nga India deri në Etiopi. Nga India, nga lumi Indus apo Indi që është në mes të Indis dhe Pakistanit. Pakistani, Afganistani, Irani, Iraku, Turqia, Egjipti, Izraeli, Sudani. Të gjithë ato kombe të sotme ishin në atë kohë nën sundimin persian, deri në Etiopi, në Afrikë. Të gjithë ato kombe nën sundimin persian. Sa gjatë ishte në perëndim, nuk thuhen, sepse kishte shumë luftë në anën perëndimore të mbretërisë persiane, mes Persisë dhe Grekëve dhe Maqedonas. Prandaj, kufiri perëndimor nuk specifikohet. 127 krahina apo provinca. Ky numër nuk është pa kuptim. Kur mbreti Kir mori në dorë mbretërinë babilonase, ai kishte sipas librit Daniel 120 krahina. Tani 60 vjeç më vonë, persiana kishte 7 krahina më shumë. Kjo kupton që ajo mbretëri që ishte shumë e madhe nga fillimi, u zgjerua edhe më shumë, deri 127 krahina nga India deri në Etiopi. Për ne sot do të ishte shumë e vështirë të imagjinoni një president të gjithë ajo zone. Po në kohën e persianëve kishte një mbret bëj të gjithë ato. Dhe patjetër ai ka patur një aparat shumë të madh administrativ edhe ushtarak për të ruajtur unitetin, rregullatëre, forcën ushtarake. Së dyti, thuhet që mbreti Asuero rrinte në fronin e mbretërisë së vet që ishte në kështjellën e Suzas, vargu 2. Kjo duket diçka natyrshme, një mbret që rrin mbi fron.
por një bret kaq të madh që rri bifron kupton që ai është ullur andej. Të gjithë të tjerë që dojnë këngë, shërbejnë, e ai i vetmi person në krye kontrollon të gjithë ato gjëra. Ai me qetësi, në paqen e vet, rri në fron, pa kërcënim. E kjo në vitin e 3 të mbretërimit të tij. Në kështjelën Susa, që ishte kryeqyteti persian atë kohë, edhe ai ull aty në mes të kështjelës u shërbehe, edhe ai ishte mbreti i të gjithëve. Edhe ai organizoi një gosti shumë e madhe. Edhe ai ishte patjetër kryetari i gostisë. Edhe në atë gosti morën pjesë të gjithë komandantët e ushtrisë dhe të gjithë administratorët e 127 krahinave. Edhe kjo për 180 ditë dhe net. 180 ditë feste. Është e pa imagjinueshme. Sa ushqim, nga ku vjen, ku flën, me sa merren. 180 ditë feste me të gjithë krerët e popullit në një kështjel. Është një situatë e lavdishme për atë mbret, që më të patjetër ai ka qenë shumë i nderuar në fronin e vet, duke u rrethuar nga të gjithë ata princa dhe komandantë. Por ai bëri këtë me qëllim, sepse kështu ai ruante unitetin perandorisë. Të gjithë ata komandantët pa përjashtim kishin për ta paraqitur. Edhe në ato 180 ditë, ata kanë bërë diçka. Kjo është gjysma e vitit, 180 ditë. 180 ditë. Gjysma e vitit. Sepse zakoni i tyre ishte në sezonin e dimrit, përgatisnin për luftën që ata do të kryenin në Behar. Pra nga nëntori deri në prill përgatisnin luftën, edhe nga maj filloi sezoni i luftës. Edhe gjatë dimrit ata bënin plane, zhvillonin strategji, kush do të shkojë për të luftuar andej, kush do të shkojë andej, si do kombinojnë forcat ushtarake, kush do të jetë generali, edhe nën generali, të gjitha ato gjëra. E organizonin gjatë dimrit, kështu që në maj ata ishin gati për luftën. Dhe ata kishin në mend për të luftuar Greqinë, sepse kjo ishte kufiri i tyre pa qartë akoma në Turqinë e sotëm në anën perëndimore. Para 7 vitesh, ati i mbretit, me emër Dari, ai kishte luftuar grekët, por humbi. Edhe tani, mbreti Asueros në vitin e 3 të tij kishte shumë të shije për të marrë hak kundër grekëve. Në emër të atit të vet që kishte vdekur. Pra kishte një plan për të sulmuar grek, që vërtet ka ndodhur, nëse lexon një histori politike, ata në atë vit të caktuar kanë patur një luftë shumë e madhe, ndoshta lufta më e madhe që ka ndodhur në atë periudhë, para se të vinte Aleksandri i Madh, përmes Persisë, nën Asueros dhe grekës. Edhe në fund, persianët për herë të dytë kanë humbur luftën. Por, Asueros nuk dinte këtë akoma, ai ishte duke përgatitur të gjitha fuqitë e tij për të luftuar grekët. Edhe patjetër ai impononte gjithë ushtrinë, gjithë popullin me pasurin që është përshkruar, një pasuri e pakuptueshme. Edhe pasi ata kishin përfunduar të gjitha ato gjëra, ai kishte për të siguruar mbështetjen e njerëzve që do të rrinin në kështjell, ndërsa ai do të shkonte për në Greqi me gjithë ushtrinë e tij. Prandaj ai organizoi një banket të dytë për popullin e kështjellës, për të treguar fuqinë e tij dhe mirësinë e tij ndaj atyre që ata falas do të hanin një javë
edhe kështu u lidhen në fuqinë e mbretit, edhe të mos u bë një revolt brapa atij kur ai ishte shkuar në luftë. Kjo është ideja. Edhe në fund të 180 ditësh, edhe në fund të banketit të dytë me popullin, mbreti i dërmuar me vera mendonte për gruan e vet, për bashkëshorten, Vashti, e cila kishte organizuar një fest, një banket me gratë e këshillës, veç burrat, veç gratë, bukur. Edhe çfarë tha mbreti? Le të vi mbretëresha ime, bashkëshortja ime, Vashti, me kurorën në kokë, që të dalë si grua më e bukur e perëndimit. Ai të tregonte bukurinë e gruas, që tregonte fuqinë e tij, lumturinë e tij me atë grua, që ai të merrte më shumë lavdi përmes paraqitjes së gruas së vet. Që ishte vërtet e heshme, thot Bibla në vargun 10 deri 12. E heshme ishte ajo. Por mbretëresha Vashti nuk ishte vetëm e bukur, por kishte edhe karakter. Edhe tha, unë të dalë gjysmë larguri, me kurorën në kokë, para 100.000 burra, që më vështrojnë nga të gjitha anë, unë kam vlerën time. Unë kam krenarin time, unë nuk do shkoj. Praktikisht, gjë shumë mirë. Një grua që ndron karakterin dhe identitetin e saj. Edhe nuk jep veten imoralitetit të atyre burrave të derë. Gjë shumë e rekomandueshme faktikisht. Po me rrezik. Sepse kur ajo refuzoi të vinte, të gjithë ata burra në krye ishin të shqetësuar. Reflisin me njëri tjetrin, edhe ata 7 princa të familjeve persiane, që ishin në krye të qeverisë, tanë mbretit, mos e pranon këtë, nëse ti pranon këtë, në të gjitha familje bashkëshortet do sulmojnë burrat e saj e tyre, edhe do kesh rëmuj të madhe. Jo, mos e lejo. Nëse ti e lejon, do të jetë shembull për gjithë popullin. Jo. Dëshira jonë është, mbreti, shka ka grua, do t'jesh gjetër më të mirë se ajo, edhe kështu tregon burrin e tij, edhe ti komandon shtëpinë tënde. Edhe kështu të gjitha burra të komandojnë shtëpitë e tyre. Një këshill shumë biblike, të them të drejtën, që kështu burrat të brojnë fuqinë e tyre kundrejt gruas së tyre. Nuk është diçka shëmburore për ne të krishterët. Edhe kishte pasojë, sepse Vashti u shkarkua. Edhe mbreti kishte për të gjetur një tjetër grua, por pas luftës me grekët. E kjo është interesante. Sepse libri quhet Ester. Edhe ata prej jush që kanë lexuar librin, dinë që Estri do të jetë mbretëreshja në vend të Vastit. A nuk tha në vargun 19, mbretit i jap pastaj pozitën e saj mbretërore një tjetre më të mirë se ajo. Një tjetre më të mirë. Kjo është diçka interesante në këtë libër. Këtu zëvendësohen njerëz me njëri tjetër. Brapa njërit ka një tjetër. Brapa Vastit do të ketë Ester. Brapa komandantet e ushtrisë dhe administratorët
do të ketë një person tjetër Mardukeu që do të qeveriste vendi. Esteri edhe Mardukeu jude në pozicione kryesore. Edhe mbrapa mbretit, kush ka? Perëndia. Që përmes Mikaelit qeveris Izraelin dhe e mbron. Mbrapa asaj një të mire kërkohet. Ajo shprehje vjen fjalë për fjalë nga libri i Samuelit, i pari libër, kapitulli 15, vargu 28, ku flitet për mbretin Saul, mbretin i parë i Izraelit. Ai që nuk u sa mirë, edhe u dha, kërkohet një mbret tjetër më i mirë se ai. Kush do të ishte? Mbreti David. Tani përsëritet historia izraelite në përsi. Kërkohet një më të mirë në vendin e Vastit, që do të bëhej në drejtimin e Zotit, Ester. A shikoni tani harkun që ka mbi për këtë histori, Perëndia qeveris kombet. Edhe gjëja më interesante është që në gjithë librin e Esterit, që ka 10 kapituj, emri i Perëndis nuk përmendet asnjëherë. Edhe ka njerëz që mendojnë, pse kemi një libër në Bibël ku Perëndia nuk përmendet? Por, brapa të gjithë atyre emrave, ka një frymë i padukshëm, që është fryma e Perëndis të qeveris popullit, kombet, Asueros, Persianët, Grekët, Babilonasit. Ata qeverisin për sa di që Perëndia i lejon të qeverisin. Perëndia ka në dorë fatin e popullit të tij, Israel, edhe e mbron. Edhe kështu ndryshohen gjëra në të kundërtën. Në vend të krenarisë mbretërore, do të ketë përkullje. Në vend të një mbretëreshe shumë të bukur, do të ketë një grua hebreje, gjithashtu e bukur, që nuk ishte nevojë për asnjë mjet zbukurimi, sepse bukuria e saj erdhi nga Perëndia. Në vend të imoralitetit të oborit mbretëror, kishte pastërti frymëror të popullit të Zotit, që dukej haptas para persianëve. Në vend të një martese të thyer mes mbretit dhe mbretëreshës, në fund doli në shtëpit, në familjet e Izraelit, pasi ishin sulmuar dhe shpëtuar, u gjet një lumturi të madhe. Në vend të një mbretëreshe të rrëzuar, do të kishte një besimtare për shpëtimin e popullit të Perëndis. Në vend të një banketi plot devuri, do të ketë një fest çlirimi për popullin e Perëndis, Purim. Edhe në vend të emrit Asueros për lëvduar, do të ketë emri i Perëndis më të lartësuar, jo duke përmendur me emër, po duke e treguar me fuqinë e tij. Dhe kështu do të realizohet ato që Danieli në kapitullin e 2 kishte parë, në vargun 44 dhe 45. Në kohën e këtyre mbretërve, Perëndia i qiellit do të nxjerrë një mbretëri që nuk do të shkatërrohet kur. Kjo mbretëri nuk do t'i lihet një populli tjetër, por do të coptojë
dhe do të asgjësoj tërë këto mbretëri dhe do të eksistoj për jetë. Pikërisht ashtu si që pegurin të shkëputët normali, jo në dora e njeriut, për të copëtuar hekurin, bronzin, argjillën, argjenin e arin, për ndjej i madhi ka bërë këtë, të njohu bretit atë që ka për të ndodhur tani e truqe. Perëndia i madh i ka bërë këto gjëra dhe na bën të njohur që ai mbi kombet është i gjallë dhe qeveris dhe mbron popullin e tij, Izraelin dhe kishin e Krishtit. Ne të marrim shpresë nga ai Perëndi që qeveris botën tonë. Amen.